Përshëndetemi sërish së bashku, shikues të nderuar në Fokus, në këtë maraton, pikërisht në kuadër të zgjedhjeve të 11 majit me të ftuar kandidatët për deputet. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio kandidatin për deputet në qarkun e Vlorës të Partisë Mundësia, Klodian Xhyeri. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje Ermal, faleminderit për ftesën. Suksese edhe në këtë garë. Të falenderoj. Që tashmë po shkon drejt fundit, por që keni zhvilluar patjetër edhe fushatën tuaj. Si është zhvilluar kjo fushat? Çfarë energjie keni përjetuar? Ermal, është një fushat e bukur, moderne, është një fushat model, duhet të them. Është një fushat që ka konsistuar e kemi përqendruar drejtimin ton, gjithë energjitë tona tek qytetari. Kemi bashkëbiseduar me qytetarë të thjeshtë në rrugë, në shtëpi, në rrugicave, kudo. Dhe fokusi ynë ka qenë bashkëbisedim me qytetarin, përçimi mesazhit ton, por patjetër duhet të dëgjojmë dhe qytetarin. Ky ka qenë thelbi i fushatës sonë, të flasim me qytetarin, të bashkëbisedojmë, por njëkohësisht edhe ta dëgjojmë atë. Shumë e rëndësishme për ne të dëgjojmë qytetarët. Si u kanë pritur qytetarët në këtë fushat? Na kanë pritur shumë mirë, na kanë pritur shkëlqyer. Edhe pse duhet ta them Ermal, nuk ka ndonjë të fshehtë. Njerëzit janë pak të friksuar. Duhet të kuptojmë që funksionon një lloj autokracie gati në kufit e diktaturës moderne. Pra, pusho, mos dil, mos u duk, do të heq nga puna, kujdes biznesin, ku të munden ata t'i godasin qytetarët, prandaj kanë një lloj frike. Por, megjithatë, i keni patur ju këto shqetësime? Po. Patjetër, jo vetëm ne, gjitha partitë, është e sigurt. Është e sigurt që gjitha partitë opozitare problemin e parë kanë qytetarët të cilët janë friksuar për mos u dukur, për mos u dalë. Por në mënyrë të fshehtë ata na mbështesin. Pse? Sepse duan të heqin pikërisht të qeverisje që i bezdis, e kanë bisupe. Këtë qeverisje që u hoqi fëmijët nga vendi, u hoqi niprit e mbesat me politikat e saj të mbrapshta. Kështu që qytetarë apo biznesin nuk e lë të marrë frym normal, të eci në atë rrugëtimin e tij biznesin si në një vend normal të Evropës perëndimore, të botës perëndimore. Biznesi duhet të jetë i çlirët. Jo, këtu biznesi ka ato problemet e veta dhe një prej probleme ka çfarë? Shtetin mbi supe. Siç e ka te qytetari i thjeshtë. Dashur pa dashur, ne Ermal jemi të lidhur me politikën. Ose e thënë ndryshe, politika ka politizuar çdo cet të shoqërisë sonë. Ka politizuar administratën. Ti nuk je i lirë në administratë. Ty të tundet shpesh herë vota për qeverinë, kujdes, duhet të vish me lista të sakta, me udhëzime të sakta, në takimet e tyre, edhe pse jashtë vullnetit tënd, edhe pse ti nuk ke vullnet të votosh qeverinë apo e ke me një mendje të mirë qeverinë. Pse nuk i denonconi këto? Pra nëse ju thoni ka të tillë. Na thon po si ta denoncojë normal? Ai qytetari ka frikë të vinë në një takim të një partie opozitare. Imagjino tani ta nxjerrun para mediave dhe thot qytetari me zë dhe me figurë, shiko mua më erdhi ky mesazh, më erdhi kjo gjë, më tha kjo gjë nga e prori im. Nuk është aq lehtë, nuk është aq kollaj. Ai ishte i friksuar të vinë një takim elektoral që edhe mund të më simpatizoj mua. Imagjino tani të bëj një denoncim dhe të drejtoj gishtin nga qeveria për një shantazh. E kupton çfarë ndodh qytetarit? Gjë thot për ju, ti është kandidat i Partisë Mundësia për deputet. Është një gjë shumë e bukur, është nder, spari, është një parti e re, parti me vizione të qarta, është një parti ku në stafin e vet ka njerëz me integritet, njerëz që në fakt nuk është se janë sportistë të mëdhenj, aktorë të mëdhenj, nuk janë njerëz të thjeshtë. Janë si ti, si unë, Ermal, që jemi të përmbushur në profesionin tonë, që ja kemi dalë pa praninë e shtetit nga mbrapa. Njerëz të thjeshtë, që kemi ngrit një biznes, që ja dalim me shumë sakrificë, që ngrihemi në mëngjes me shumë sakrificë, të përballojmë sfidat për familjet tona.
Kandidatët e lëvizjes mundësia janë të gjithë në listë hapur, apo ka dhe në listë të mbyllur dhe në listë hapur? Jo, e kemi diskutuar në fakt, ka qenë një vendimarrje jona. Në fakt kodi është i tillë, listë e hapur dhe e mbyllur, apo kështu e kanë vendosur dy partitë e mëdha. Ju jeni në listë e mbyllur. Listë mbyllur dhe duhet ta them. Bëm një vendimarrje. Nuk e pam të udhës të vinim prindrit tanë, të afërmit tanë, te listat e mbyllura, ai varianti që ka ndodhur me disa prej partive të reja. Nuk e pam. Ose të merrim ne njerëz të sigurt që ata nëse do të merrin mandatin ata duhet t'i jepnin dorëheqjen na u duk një farsë e gjitha kjo. Nuk mund të vëmë dikë ne në garë në listat e mbyllura vetëm për të zënë vendin e listave të mbyllura dhe më pasaj për t'i thënë si një kukull për t'i thënë hey, ti duhet rri që është tani se do vi unë se unë mora kaq vota. Në fakt nëse do të ishte në dorën tonë kodi për ne të gjithë kandidatët duhet ishin listat hapura. Çfarë keni ndryshe ju nga Partia Socialiste, Partia Demokratike, apo edhe partitë e tjera të vogla? E para njerë me dy të mëdhat, dy të vjetrat. Ne jemi parti e re. Jemi parti e papërfolur, me, siç e thash, me kandidat me integritet, të cilët ja kanë dalë vetë në jetë. Ata kanë qenë njerëz të thjeshtë dhe nuk kanë pasur nevojën e shtetit nga pas. Një. E dyta, vizionin. Ne kemi një objektiv shumë të qartë. Të japim vendit një qeveri të pakorruptuar dhe një kryeministër të pakorruptuar. Sipas nesh fillon nga këtu problemi shqiptar dhe i Shqipërisë. Gjithë problemi, edhe ekonomia, edhe kapja kaq keq e shoqërisë në të gjitha aspektet në administrat, në biznes e tjerë. Fillon që ingranazhi nuk fillon të lëviz pikërisht nga korrupsioni. Si do të kemi ne rroga të larta kur ka korrupsion të lartë? Si do të kemi ne pensione të lartë kur ka korrupsion të lartë? Si do kemi ne biznese që ecin mirë, që ja dalin vetë me forcat e tyre, jo me shtetin nga pas? Ku ne jemi në gardë barabart, kemi mundësi të barabarta të gjithë. Se biznese duhet ta dish normal që kanë dhe politikanët, po janë të lidhur me shtetin. Pra, e duan biznesin, e kanë një biznes, por janë dhe politikanë njëkohësisht dhe i japin një dorë biznesit të tyre. Marrin ata gjithë mundësit. Pa tjetër që gara nuk është e barabartë. Edhe në biznes. Në biznes jemi në garë, gjithë. Po duhet jemi të barabartë. Mundësit të barabartë, a themi. Se ndryshë në qofë se i marrin 3 veta, atëherë 1 milion, 2 milion, 3 milion të tjerët, çfarë duhet bëjnë të marrin valixhet e ikin? Dhe këtë kanë bërë njerëzit. Janë ikje masive pikërisht se ky ka qenë problemi që nuk ka pasur mundësi të barabarta, por korrupsioni është një nga pikat më të forta që nuk e lë këtë vend të zhvillohet. Se, ku e shikoni korrupsionin? Ku nuk e shikojnë? Një lloj korrupsioni është edhe monopoli. Naftën e fut X një njeri, ku diun, bizneset i marrin ata gjitha mundësit, lehet ata, gjitha ata lehet që janë favorizuese, normal që ai tjetri me zi do e dali. Shumë e thjeshtë, do ketë një sforcë shumë të madhe. Ju keni takuar biznesin gjatë këtij rrugtimi. E kemi takuar. Cilat janë problematikat që biznesi ju përcjell? Ermal, edhe biznesi është sigurisht se qytetarët është i friksuar. Është shumë i friksuar. Është shumë i mërzitur. Është i stresuar. Pse? E para njerë ka një ullje të madhe të popullsisë. Automatikisht do reflektoj tek biznesi. Unë nuk shes më 200 buk, do shes 50 buk në ditë. Krejt normale. Qarkullim është dhe biznesi. Ne kemi shumë pak njerëz se na kanë ikur. I kemi legjet bosh, i kemi fshatrat bosh. Kanë ikur, nuk kanë ikur nga qejfi ata Ermal. Ata kanë ikur si pasojë e politikave të mbrapshta. Gati shpopulluese, mua më vjen keq e them, duket sikur ka një plan konkret ta shpopullojnë vendin. Punë e madhe le të vinë disa të huaj, i zvendçojmë këta. Ndoshta në llogaritë e tyre janë në rregull këta qeveritarët që janë sot. Janë në rregull, ndjekin shqiptarët, vinë sa të huaj dhe jemi okay. Fryma administratën është shumë e çuditshme Ermal. Numri popullsisë të kurret, administrata zgjerohet. Si ka mundësi? Është abstrakte. Aq më tepër kur të gjitha shërbimet sot janë automatizuar. Këtë gjitha në Albania. Është shumë e thjeshtë. Është një administrata, është një hambar votash. E përdor, e shantazhon, e madje edhe në takime.
i ke atje në resht, i ke parë si i vën me lista, kanë dalë edhe disa filmime. Ju jeni për një qeveri dhe administrat vogël? Si? Ne jemi, e para ne mendojmë që administrata ka një fryrje, pse? Sepse në një ndërmarrje prej 450 punojësish, 150 deri në 200 janë efektiv, të tjerët ose vinë vërdall kot, ose nuk vinë fare. Këta që s'vinë fare më vjen keq, po këta janë quhen parazit të partisë. Janë patronazhist, parazit të cilët partia i do 1-2 vjet të votojnë. Ta më vjen keq të kesh emrin në bordero edhe mos të vish në punë, më vjen keq, po duhet të lësh vendin e punës. Nuk mund ta pranojmë. E dyta, ne themi që duhen zvogluar kostot e administratës. Dhe si ka zvogluar kostot e administratës? Të shumë të mos shpërdorohen, si një nën një koqire. Shumë e thjeshtë. E pa nëna tona sa bukur i bënin. Ti po thoni ta zvoglojmë administratën, por duke zvogluar administratën, ti shkurton vende pune apo jo? Unë sapo e thash shumë qartë. Nuk kemi ndërmend të marrim hanxharin dhe të hyjmë administratës. Jo, është keq kuptuar. Po njerëz të cilët janë parazit nuk shkojnë në punë, çfarë do bëjmë? Ti lëm aty në punë, normal? Jo. Ata që nuk shkojnë në punë, nuk do të jenë më pjesë administratës. Shumë e thjeshtë. Qytetarët më kupton çfarë konsistova? Pra, njerëz të cilët janë pjesë e Partisë Socialiste, qeverisë, nuk vinë fare në punë. Kanë emrin bordero, por nuk vinë në punë. U duhen për vot çdo 2 vite. E u duhen për ta përdorur si makineri elektorale. Çfarë problemesh kanë sot qytetarët në takimet që ju keni zhvilluar me ta në Vlorë apo edhe në njësitë administrative? Fatkeqësisht, normal, qytetarët kanë të njëjtat problematika këtu e 34 vite. Infrastruktura, ujë, rrugë, trotuar, ndriçim, ekonomi. Ky është problemi më i madh. Rroga të ulta, pensione skandaloze. Fatkeqësisht, ne jemi tek të njëjtat premtime të partive tradicionale të vjetra. Infrastrukturë, ujë, drita, rrugë e tjera. Nuk po kalojmë dot në një nivel tjetër ne. Edhe pse kërkojmë, aspirojmë që të shkojmë në Bashkimin Evropian. Ne jemi gjithmonë tek infrastruktura, te ujë. Ne s'kemi ujë në shtëpi. Për bela, kam ja 2 ditë nuk po i mbush dot bulierët. Jeni dhe kandidat për deputet. Çfarë bëj? E kam bërë një herë 2 herë video atë rubinetin. Nuk me zi vjen ujë, me pompa, me çfarë them, si gjithë qytetarët e tjerë. Zotëgjyri, keni shtrirë fushatën tuaj vetëm në Vlorë apo edhe në bashkitë e tjera të qarkut? Sepse duhet merrni vota në të gjithë qarkun apo? Jo. Unë jam kandidat i qarkut Vlorë. Sigurisht numri 2 është një përfaqësues nga qyteti Sarandës. Kemi shpërndar pak, kuptohet. Ato punët tona të fushatës. Por unë njëkohësisht kam vajtur edhe në Sarandë disa herë me takimet të veçanta sipas agjendës sonë. Kam qenë pjesë prezente edhe në Ksamil, edhe në Sarandë, Delvin e tjerë. Unë kam shtrirë fushatën në të gjithë qarkun. Bashkinë Selenicë, Bashkinë Vlorë, Imar, Finiq, Konispol, Sarandë, Delvin, kudo. Ndërsa do ta merrni mandatin e deputetit? Po, tani, unë zakonisht, Ermal, jam njeri që nuk fluturoj. Do thënë jam shumë njeri logjik e këm në tokë. Tani unë do them si njeri logjik që atë din qytetarët, por me llogaritjet tona, patjetër që ne e marrim mandatin dhe kalojmë tek i dyti, me për llogaritjet tona. Nga do t'i merrni votat? Do t'i merrni nga elektorati gri, nga Partia Demokratike? Të them të drejtën, Ermal, unë nuk kam dëshirë, qejf, të gjyros qytetarët, elektoratin, që të tregojmë sinqert. Gri, majti, djathë e tjerë, janë... Ju vetë dikur keni qenë shumë më afër në kohë, keni qenë pjesë e Partisë Demokratike. Zoti Sheaj gjithashtu. Po. Besoj, keni elektoratin tuaj dhe aty? Ja do ta shpjegoj. E para njerë, unë nuk kam dëshirë njerë të ngjyros. Këta janë kështu bluet e. Pse? Sepse duhet kuptojmë normal që elektorati, zgjedhësit, votuesit, nuk janë pronosi e paluajtshme e partive politike. E kanë shumë gabim. E sigur për shembull që mua do të më votojnë dhe një pjesë që në 2021 kanë votuar Partinë Socialiste. Besojnë tek Imazhim apo tek ato që artikulon zoti Sheaj, që është kryetari i Partisë Mundësia, tek vizioni ynë, tek programi ynë, beson tek ne.
s'ka asgjë të keqe. Një pjesë do të jetë që dikur ka votuar Partinë Demokratike, një pjesë nuk ka votuar fare, s'ka vajtur fare në zgjedhje, një pjesë që ka votuar Partinë Socialiste, por unë jam gjithnjë e them edhe në disa tavolina tjera, është shumë e gabuar për caktimi se një pronë e palë, pasuri e palujshme votuesit. Ata lëvizin. Unë mund, kësaj radhe, mund të votoj ty, pas 2 vitesh, më vjen keq, nuk më binde, do votoj dikë tjetër. Tani unë nuk jam pronë e jotja, Ermal, se të kanë votuar njerë. Në këtë kuptim, mua ne do të na votojnë të ngjashmit tanë. Do të na votojnë biznesi, do të na votojnë qytetari thjesht, do të na votojnë edhe njerëz në administrat që kanë frikë të shkretët dalin. Po, na vinë, na kapin, nuk durojmë dot më. Gju na ngjallni shpresë. Do të votojmë, vetëm që nuk vinë dot hapur. Dhe ne mirë kuptojmë se ne këtu jetojmë. Ky është vendi ynë, s'kemi çfarë t'i bëjmë. I keni konkurrentë partitë e vogla? Shko, ne jemi në garë me të gjitha partitë. Të vogla të mëdha, ka dhe një problem tjetër që bëre mirë që më nxore. Të vogla po të mëdha ne duhet të shohim pas datës 11, të dalë rezultati, se janë partitë të reja, por mund të bëhen dhe të mëdha, nuk e dim. Se i paragjykojmë pa dashje. Janë partitë të reja, të gjitha i kemi në garë. Ne jemi në garë me një këto. koalicion ju me partitë e vogla? Nuk kishim pika që nuk bashkoheshim. Kishim pika që nuk bashkoheshim. Dot, ishte pamundur. Mund të kishit edhe më të sigurt fitoren, apo jo? Apo besoni tek forcat tuaja? Ne duam ato votat tona. E para njërë duam të testojmë veten. Ku jemi? E dyta, e ka shpjeguar dhe kryetari Agron Sheaj që ka pika edhe tek partitë e reja që ne nuk u bëm dot bashkë. Ne flasim pak për programin, cili është programi i partisë? Programin e kam këtu. Po? Programi është i thellë dhe i gjerë, ka të gjitha fushat e jetës, rinia, emigracioni, biznesi, mbrojtja, drejtësia, arsimi, mjekësia e tjerë. Po, më thuaj konkretisht për cilat. Flasim për ekonominë, për pensionet, për pagat, aty ku qytetarët e kanë edhe më shumë ndjeshmërinë. Unë në fakt e kam qefi me rinin dhe emigracion. Patjetër. Po. Një ndër pikat për shumë, po lexoj, mbështetje për bizneset që punsojnë të rinj, përmes lehtësirave fiskale, subvencioneve dhe programeve të trajnimit. Një ndër pikat. Një pik tjetër, subvencione për profesionet e lira dhe start-upet. Një pik tjetër, praktikat paguara për studentët. Dhe kredite buta për banesat apo biznesin e vogël, por sidomos që kanë të rinj nën 30 vjeç. Lexova disa nga pikat e rinis. Po për arsimin, me që ju jeni pikërisht nga arsimi vetë dhe i dini problematikat që ka sot arsimi. Arsimi, kultura dhe inovacioni. Unë kam qejf këtë të para. Ringritja e figurës së mësuesit nëpërmjet depolitizimit dhe mbrojtjes me ligj të autoritetit të tij. Shumë e rëndësishme. Ma beso që figura e mësuesit është në rrezik. Mësuesi nuk është modeli që kemi pasur ne të vegjël Ermal. Fatkeqësisht. Ne kemi pasur një model idhulli. Mësuesi ishte modeli ynë që ne ishte udhërrëfyesi ynë në stereotip dhe në model. Që ne duhet ta ndiqnim atë. Sot mësuesi është i pambrojtur. Ma beso është i pambrojtur. Sot mësuesi për shembull është i politizuar. I thonë, shiko, duhet të vish edhe ditë shtunë dhe ditë diel, se ne kemi këtë, shiko, me listë, do vish atje te takimi. Ai nuk do fare. Dhe ne këtu bëjmë një apel edhe një premtim, në qoftë se do të vim në pushtet. E para gjë është çlirimi i administratës. Ti mund të jesh i majt, mund të jesh të votosh këtë duash. Ti je një profesionist në punën tënde Ermal, në karrierën tënde. Ty nuk të duhet fare kush është në qeveri. Ne duhet të bëjmë një herë, të bëjmë kthesën e madhe, një herë të vetme. Administrata të jetë e çliruar. Të jetë një trup profesionistësh që mos të ketë asnjë lloj frike kush ikën e kush vjen nga qeveria dhe apo çka kryeministri ikën e vjen, apo kryetar bashkie e tjerë. Nuk do të di fare. Dhe janë të lodhur njerëzit. Në përgjithësi njerëzit janë të lodhur, qytetarët janë të lodhur me gjithë politikën. Nuk duan të dëgjojnë në politikë, aq të lodhur janë. Më keq akoma administrata është
e prangosur, ma beso, është e prangosur, shumë e lodhur. Kemi një hap cilësor, duhet ta them. Është një hap i vogël. Për herë të parë, administrata nuk mori pjesë si makineri elektorale në kohën e punës. Kishin frikë nga kush? Nga SPAK-u, nga drejtësia e re. I dha frytet drejtësia Besoni ju te drejtësia e re dhe tek e kam thënë në lufta ndaj krimeve zgjedhore? E kam thënë në POK të studio. Drejtësia e re për ne është në një sfidë, në një test. Është një test. E ka dhënë një shenjë të mirë. Ka arrestuar kryetarin e bashkisë më të madhe në Shqipëri, Erion Veliaj, në zyra, nuk kishte ndodhur asnjëherë më parë, për mua, personalisht. Nuk është vetëm kryetari i bashkisë së Tiranës, por është trashëgimtari i Partisë Socialiste. Sot Partia Socialiste është pa trashëgimtar. Nuk ka trashëgimtar. Është prerë, është marrë nga zyra, është futur në makinë. Për herë të parë ndodh kjo, është hap shumë cilësor. U dha shenjë e parë. Pastaj do të marri vlerën e vërtet drejtësia e pavarur, sipas nesh kur të arrestoi dhe Ramën, kryeministrin Ramën. Sipas nesh kryej korruptuar. Pse besoni tek Agron Sheaj? Pra cili është vizioni i Agron Sheajt? Pse jeni bashkuar mundësisë Agron Sheajt? Shko, Agron Sheaj e para Ermal është një njeri, një djalë i thjesht. Ka ikur 13 vjeç nga Shqipëria, si gjithë emigrantë, si gjithë shqiptarët. Nuk ka ikur i pasur. Ka ikur i varfër, do të themi. Mund të themi njeri krejt i thjesht që dilte nga diktatura dhe familja e tij nga diktatura, siç dolëm gjithë, të raskapitur. Ja doli me punë, ja doli me shkollim, me formim, jashtë vendit. Është një njeri që ka ngritur një biznes për t'u admiruar, ka punësuar me mira të rinj dhe ka derdhur në arkat e shtetit qindra milion euro taksa. Është njeri që ja ka dalë me punë, është tipiku njeriut model, ku ja del me punë dhe me inteligjencë dhe me zotësi. Ku ndryshon nga Berisha? Ju ishit Ndryshon. me Berishën, me zotin Basha. Po. Ku ndryshon nga dhe para një në vizion. Është njeri i formuar jashtë, nuk është i formuar këtu në Shqipëri. Ka për ide, ka modelin e një qeverie tipike perëndimore. Shqipëria vuan shumë. Agroni ka vizion të tillë që do të bie këtu politika të tilla dhe do të ndërtojë një shtet, është ëndra e Agronit, të bëjë Shqipërinë, sepse nga ana ekonomike me thënë drejtën është i realizuar. Po ka ndërmend të bëjë Shqipërinë. Dhe si do ta bëj? Dhe Shqipëria bëhet, ne i kanë vjedhur, besoj e din. Nuk e di. Jo, ma thuaj ti. Po, në garën me Bashën, ishte pikërisht Agroni që në një universitet, me shkrimin e tij, nga tabela pas, unë e kam dhe foto këtu, ka shkruar Shqipëria bëhet, sepse ai e kishte si vizion. Pastaj na e vodhën, unë komunikova, i thash Agrona e vodhën iden. Se do ta bënit ju, do ta kishit ju partinë? Jo, ishte një ndër idet tona. Kemi shumë ide, tha. Mos e vri mendje Klodi. Mundësia, pse mundësia? Mundësi për të gjithë, Ermal. Edhe për ty dhe për mua, për gjithë. Jo vetëm për 3 veta. Mundësi për gjithë, po mundësi të barabarta. Urdhro? Po fituat 11 maj, mundësi për të gjithë. Po patjetër. Tani nëse më pyet mua po sfitove, unë do mundujem, do të them që unë duhet të flas siç kanë folur, po ta shtoj, ta intensifikoj bashkëbisedimin me qytetarët. Unë nuk mendoj që mund të vi ndryshimi i qeverive, jo thjesht rotacioni, ndryshimi i qeverive, vetëm duke ndënjur ne dhe duke bërë sa protesta tjerë, jo. Ne duhet kuptojmë thelbin. Vjen ndryshimi duke folur me qytetarin, e thjesht. Mos i gjyros qytetarët. Nuk ka të majtë të djathtë, blu e tjera. Qytetari është qytetar. Do një jetë më të mirë, do një ekonomi më të mirë, do një siguri në arsim, në shëndetësi, që ai të ri këtu mos ikë jashtë. Ne duhet ta intensifikojmë këtë dhe të flasim sa më shumë i qytetarin. Ne duhet ta kemi vetëm marrëdhënien me qytetarin. Duhet i bindim ata. Ju në fakt keni qenë aktiv. Nuk ka mënyrë tjetër. Keni qenë aktiv në mbledhjet e Këshillit Bashkiak. Gjithmonë keni ngritur zërin për problemet që shqetësojnë qytetarët. Dhe po të shohësh, po Erman, po të shohësh.
Shiko, aty mund të merremi në Këshill Bashkiak edhe me pjesën proceduriale, administrative, jo kynen, jo ajo rregullore, jo projekt vendimi, që në fakt do të them të vërtetën, qytetarit nuk i interesojnë fare. Zero, nuk do të di fare, nuk do t'i dëgjoj fare. Por unë për çfarë kam ngritur zërin? Për ujin, për parkimet, për rrugët e pashtruara, për lagjet të tëra që nuk kanë fare infrastrukturë. Nuk kanë fare infrastrukturë. Për ndriçimin, për kanalet e pambuluara, të papastruara. Vetëm për këto gjëra që prekin thellësisht qytetarin. Janë direkt interes i qytetarit. Janë dobishmëri e qytetarit. Do ta ngrini zërin nëse do të jeni në parlament? Do me thënë, nëse mua qytetarët më kanë parë duke ngritur zërin për problemet e tyre, do ta ngri 1000 fish tani, nëse do të vetem parlament. Gjatë të për ju nëse do të shkoni në kuvendin e Shqipërisë, dhe çfarë do të bëni ju më shumë se çka kanë bërë deputetët aktual në Vlorës? Shko duhet ta nisë me këtë. E para njëherë normal. Në Vlorë? Urdhro? Do të jetosh në Vlorë? Po. Ja. Ku ma bleve, ku ma pe mendimin? E para normal sa do të thosha, përpara se të vijë tek pyetja juaj. Keni parë që kemi kandidatë që janë Tiranë, jetojnë Tiranë. Unë flë dhe gdhiem në qytetin e Vlorës. Po s'është pak të flësh dhe të gdhiesh, sepse tish i prek nga afër problematikat. Ti mund t'jesh dhe turist, të vish ditejnë, të premte, të filmosh një dy gjëra dhe t'iksh, të bësh të takosh një dy njerëz në për lokale, të pish nga gotë raki dhe kaq, mbaroj. Jo. Unë patjetër që do t'jetoj në qytetin e Vlorës. Dhe shumë do me thënë se kjo. Sigurisht do t'kem edhe pjesën politike, sepse do të duhet të shkoj në Tiranë nëse do të si pas seansa, por ama do t'jem këtu me qytetarët. Po çfarë do premtoj unë? Unë do jem zëri i qytetarëve. 1000 fish sa që kam qenë në Këshill Bashkiak. Aty do t'i shtoj 1000 fish fuqitë e mia. Vetëm për interesin dhe problemet e qytetarit. Në mes të natës do t'i bien telefonin tim, do kam thënë merreni numrin, në mes të natës do të vi, do vishem kudo që t'jeni. Për shumë probleme, për ujin, kujdon, për rrugët, për çfarë s'kan ata. Sa të kem unë fuqi dhe sa të kem zë, tezat e zërit, nuk do të lodhem së thëni problematika dhe do mundohem me të gjitha forcat e mia të zgjidh problemet e qytetarëve. Nëse do duhet vota e... Nuk do t'jem një deputet ex katedra. Nga maja e fronit, kjo zgjidhet kështu, kjo bëhet jap mend, jo. Shko atje te qytetari, vishet dhe çizmet madje. Nëse ai është me ujë i mbytur deri në fyt, vish çizmet, shko atje, preki nga afër gjëra. Nëse do duhen numrat për krimin e qeverisë së re, e ka menduar Partia Mundësia, do të jetë ndoshta në koalicion me Partinë Demokratike apo dhe me Partinë Socialiste? Me Partinë Socialiste absolutisht jo njërë. Po ta them unë, po ta parathem. Me Partinë Demokratike ne na ndajmë shumë gjëra. Është pak e vështirë me thënë drejtën. Ju nda kam dhe me PS-n dhe me PD-n. Po. Na ndajmë. Që te drejtësia për shembull, njëri thotë do ta hedh në ajër, tjetri thotë do ta shkrijë, ne themi jo. Drejtësia është gjëja që ka munguar këtij vendi. Këtu vjen keq, po nuk bëjmë i bashkë. Megjithatë, çdo vendimarrje kryetari mbledh strukturat dhe nuk e merr vetë. Ne diskutojmë gjatë e gjërë dhe në fund vendosim, gjithë bashkë. Pra çdo vendimarrje do të jetë pjesë e një vendimarrje kolegjiale e strukturave, nuk do vendos kryetari. Është një zakon shumë i mirë, sepse dikur për shembull vendosë një person, dhe është gabim për mua. Shumë gabim. Është domethënë të thyesh rregullat bazike të demokracisë. U besoni sondazheve? Flasim disa sondazhe në mediat kombëtare, sidomos që PS-ja del fituese e këtyre zgjedhjeve, por ka të tjera që ju japin dhe juve mandate deputetësh. Ne kemi sondazhet tona, me thënë drejtën. Çfarë thonë? Që ne jemi diku aty tek objektivat tanë. Megjithatë, tani kohët e fundit, ja do ta shpjegoj. Kohët e fundit. Ne objektivi ynë ka qenë të marrim rreth 10%
dhe votave të qytetarëve shqiptarë në gjithë vendin. 10% votave. Dhe për këtyre mandatet deputetësh? Mandate kemi pasur një objektiv minimumi një grup parlamentar, që janë 7 deputet. Ndërsa, me thënë të drejtën, që të regojmë sinqert, Ermal e di që na ashtuar orek si kohët e fundit, mos të duket çudi që të arrim dhe 14 deri në 15% të votave qytetarëve. Sepse këtu bën sondazhe, por orek si mund shtohet. Por edhe mua mund të mahet tani, po sa do të në bisedë. Pse na shtuar Orex? Sepse duke shikoni tek sytë qytetarëve këtë gjë. Duke takuar qytetarët. Shikoni frymë Ermal. Njerëzit duan ndryshim, ma beso. Njerëz që mos duket çudi, njerëz që kanë votuar në 2021 Partinë Socialiste do na votojnë ne. Po. Duket pak e çuditshme sepse ne jemi parti e djathtë. Realisht duhet ta themi. Ne shtratin më të madh e kemi sepse jemi parti e djathtë. E dia, tha, mirë, po mos të duket çudi. Unë thash dhe që parë, qytetarët nuk janë me ngjyra. Ngjyrosin këto partitë politike, këta janë të mitë. Jo, ke gabim. Sot të votoj ty, nesër do votoj dikë tjetër. Qytetari ish i lirë. Kështu funksionon në gjithë botën perëndimore. Nuk janë njerëzit lojtarë që zbresin në fushë me fanella. Jo. Njerëzit janë të lirë. Sot besova të ty, nesër më vjen keq, do besoj dikush tjetër. Jam i lirë të zgjedh këtë dua. Dhe kështu duhet të jetë normalisht. Kështu duhet të funksionojë. Zhvilluat një takim përmbyllës të fakt të fushatës, pavarësisht se zyrtarisht nuk është mbyllur ende fushata dhe duhet të punoni deri në momentet e fundit në sheshin e Lungomares. Po. Pati pjesëmarrje. I kënaqur? Po, tani ne jemi parti 10 muaj. Ne s'kemi mbushur as vitin. 10 e 11 muaj aty afër. Për momentin jemi të kënaqur, kemi ngritur strukturat. Ai takim ishte fryti i gjitha strukturave tona, të gjithë ne, ashtu si ato bletët punëtore, jo si hundallin dhe komandant të gjithë, po si bletë punëtore dhe ushtar të mirë, të gjithë menduam që të bënim një takim të tillë, edhe pse ishte sfiduese për ne, me thënë drejtën, se tani ne mund të angazhohemi, po varet se dhe sa thyen frikën dhe qytetarët, e përmend edhe pak më parë. Atje ishin shumë guzimtarët dhe të tjerët na ndiqnin nga larg, edhe nga balkonet, na përshëndesnin. Ka patur? Ishte një frymë shumë e mirë. Takimi ishte i jashtëzakonshëm. Nuk atmosfera se ke ide normal ishte e jashtëzakonshme dhe optimizëm, pozitivizëm i paparë. Ne ndjejmë në çadër, kudo, në rrugica, me zi presin, e duan ndryshimin qytetarët. Janë të lodhur shumë, sidomos nga këtyre partitë e vjetra. Janë shumë të lodhur. Interesi tyre Ermal, kjo është, të rinë ato dyja. Luajnë me pasa, pam, tenis. Një prej partive të vjetra, si ju, si zoti Shehaj. Çfarë do të bëni ju, çfarë do të sillni ndryshe? Po ne kemi qenë, kjo është çështja. Ju si parti e re, çfarë mundësie do të sillni më shumë? Ne ikëm Ermal se mendojmë ndryshe. Ne themi diçka tjetër, diçka ndryshe. Ne nuk binim dakord për shembull që një mënyrë e mirë është me protesta të dhunshme. Ta them unë, o ka bërë Partia Demokratike për protesta të dhunshme dhe s'ka ndonjë rezultat. Rruga që duhet të zgjedhim, të flasim me qytetarin, të mbushësh mendjen e qytetarit, edhe ai që s'vjen në votime të vi. Ja mbush atë mendjen, fol me të ditë për ditë Ermal. Po do flasësh për interesat e atij, jo për kozmosin. Jo për politikën e madhe, ku ta di unë. Folë për interesat e tij, për ujin, për dritat, për pensionet, për këto fol. Se këtu politika është shkëputur shumë nga qytetari. Vetëm me problemet e qytetarëve nuk merret politika. Merret me gjithçka. Flasim pak për alternativën tuaj, cila është lista e kandidatëve për deputet? Ja përmenda pak më parë. Po kemi për shembull 2 më kat, ju dhe ai Starandës. Po, kemi për shembull ndoshta edhe jo me emra. 4, s'ka problem. Edhe me emra. Kemi 4 përfaqësues nga diaspora. Për herë të parë Ermal votonte diaspora apo jo. Mirë po, si mund të votoj diaspora duke mos patur asnjë përfaqësues? Më kupton? Atëherë ne menduam që 4 prej tyre të ishin në listat tona, të ishin nga diaspora. Ata janë njerëz Ermal që nuk kanë një hall që po merren me partinë mundësia. Ata janë njerëz të plotësuar. Janë njerëz që kanë mbaruar studimet këtu ose jashtë,
Janë njerëz në punë të tyre, janë pedagog, janë sipërmarrës, punojnë në kompani të mëdha, të cilët nuk kanë nevojë që të japet një vend pune në dogan, në tatime, ku ta diu në një drejtori tjetër dhe të vinë vjedhin. Jo, ata janë njerëz të plotësuar. Ka një ndër Shqipërinë të shkretur, kështu që duhet t'ua jepnim të mundësi, u dham dhe atyre, janë njerëz të nderuar, për shembull kemi profesore Olta Muaremi, jep mësim në Boston, është e plotësuar me grada shkencore, Gjeneta Agalliu, mbaruar në Bocconi të Milanos, është numri 3 i lisës sonë. Po bëjmë fushat, kanë ardhur këtu. Një pjesë ka ardhur këtu dhe ka ikur më pas sepse na duhej dhe fushata në diaspor, është shumë e rëndësishme. Si e keni situatën në diaspor? Po themi mirë. Është e rëndësishme diaspora, patjetër vota e diasporës ishte historike, por a ju mbështet ju diaspora? Edhe takimet që kemi bërë në diaspor kanë qenë të shkëlqyera normal. Në diaspor ka qenë edhe strategjia e jona të vendoste 4 kandidatura dhe të komunikonte me diasporën. Diaspora më beson që do shumë ndryshimi. Na sheh si shpresë. E shohim kudo, në telefonata, në mesazhe, në takimet që kemi bërë me ta. Kemi bërë një takim shumë mirë në Londër, në Itali, po ashtu. Të jashtëzakonshëm. Takimet kanë qenë të shkëlqyera. Diaspora pret, se jo, tek figura e Agronit shikon pak dhe veten e vet, me thënë drejtën, sepse Agroni është një emigrant i cili ja ka nisur me zero edhe ka arritur aty ku ka arritur. Shumë e çuditshme me shqiptarët normal. Po. Shqiptarët, jo siç thot kryeministri Rama, janë dembela e tjera. Janë njerëz me shumë ambicie, shumë punëtorë, që vetëm për shkak të pamundësive këtu nuk ecin. Sa po shkojnë një shtetit shpërthejnë. Janë të jashtëzakonshëm. Nuk e keni ide në biznes kudo, të jashtëzakonshëm. Në IT ke parë, besoj. Mund përmendja 2-3 emra. Mira Murati, Gjergjaska e tjerë. Kanë shpërthyer. Çfarë ndodh? Pse nuk ecin këtu njerëzit? Edhe pse janë shumë të talentuar normal. Mundësit. Vim prapë të emri bukur, mundësia. Mundësit u mbyllen të gjitha. I marrin 3 veta. I thithin ata që të gjitha. Edhe për biznesin, kudo. Kudo i duan ata të gjitha. Si do ta mbroni votën? Ne kemi skuadër vëzhguesish. Ligji na lejon vetëm vëzhgues. Po. Do t'i përhapim kudo. Dhe me ta do të mbrojmë votën, shumë e thjeshtë. Na flisni pak për familjen. Tani unë para se të vite familje, unë normal e njoh dhe mirë procesin. Unë kam qenë pjesë e gjitha komisioneve. Unë s'kam lënë kënd të komisionit, pa prekur kam qenë vetë. Nuk kam lënë kënd të numrimit, të GZAZ-ve. E njoh në majtë të gishtave. Di dhe ato hilet e vogla, që bëjnë paka shumë këto partit. Duan të fusin që duan. Dhe që kjo do të ndihmoj, besoj. Po, megjithatë unë kam shpresë që për herë të parë ne kemi spakun. Besoj agjentët e BK-s do jenë edhe në sallë. Po. Familja juaj e ka mirëpritur kandidaturën? Janë pjesa që më mbështet më shumë. Janë pjesa që më mbështet pa kushte. Ata i dua shumë fort dhe kur unë jam i lodhur i stresuar, ata më çlirojnë, kështu që unë i përshëndes kush kamera. I përshëndes bashkëshorten, vajzat, 2 vajzat e mia, unë familjen e kam të përbër nga bashkëshortja dhe 2 vajzat, babajin tim, edhe ai ka qenë mentori im në shumë aspekte, edhe politikisht, me mençurinë e tij, me pjekurinë e tij, urtësinë e tij, më ka dhënë këshilla të vlefshme. Janë suporti mbështetja ime më e fortë. Se në 11 maj qytetarët duhet votojnë Partinë Mundësia? Sepse normal e para njerë unë besoj që kjo punë duhet të marrë një kthes. Kemi 34 vjetë normal u lodhen shqiptarët. Duhet të vinë ca djemë dhe vajza të reja dhe të rinj që të japin mundësi Shqipërisë dhe shqiptarët. Dhe pse jo, të krijojmë mundësi këtu në vendin tonë, të kthehen dhe ata që kanë ikur. Por nëse ne nuk krijojmë mundësi, atëherë është e pamundur të kthehen ata që kanë ikur. Pse jo, duket si ëndër pak, por duhet të marrë kthes kjo punë. Ka ardhur momenti normal, duhet të japim të filloj kthesa.
Dhe fillon kthesa me çfarë? Me mundësi të re, me figurat e reja, me vizion të ri. Mundësi për Shqipërinë dhe shqiptarët, për të gjithë mundësi të barabarta. Duhet kemi mundësi të barabarta të gjithë. Shumë e rëndësishme që të kuptojnë që ato mundësi që ka vendi ynë, të mos i marrin 2-3 veta. Po t'i shpërndajmë këto mundësi, ta them unë që nuk do iki asnjëri nga ne. Ne kemi një vend të bekuar, që ka shumë burime natyrore, një pozicion të shkëlqyer gjeografik, që ne na favorizojnë. Si ka mundësinë që kemi këto burime, ne na ikin njerëzit dhe vinë njerëz të tjerë nga vende të tjera. Dakord, edhe ne kemi qenë emigrant, nuk kam ndonjë paragjykim për emigrantët, por qeveria jonë, përpara se ti hedh syt nga këta emigrantët që po vinë, duhet të plotësoj kushtet e qytetarëve të saj. Ti do mbash një qytetarët e tu krijosh të gjitha kushtet të mos ikin. Pastaj, patjetër, mirë se të vinë dhe emigrantët, e pse jo dhe ata të vinë të ndërtojnë jetën e tyre këtu. Faleminderit shumë që ishit me mua sot në Fokus dhe suksese në garën e 11 majit. Të falenderoj shumë Ermal dhe numri 10 pa haruar. Partia Mundësia për Shqipërinë dhe shqiptarët. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishim me kandidatin për deputet të Partisë Mundësia, Klodian Xhyeri. Faleminderit që na ndoqët.